Unë jam Ardit Mehmetaj, jeta jem profesionale është ndomë në 2 profesione, që nuk janë veç profesione, për janë edhe misione, pra mes gazetarisë dhe mësimdhënies, cilat I kam shumë për zemër të dyja. Profesionalisht, do me thonë, unë kam kryer letërsinë shqipe, edhe profesionalisht jam më I përgatitëm për me dhonë mësim, për mësimdhënie, po interesant do konë që me punë ja kom nisë mas pari në gazetari, para se me konë, do me thonë, mësimdhënës. Tash bohen në janar 2 vjetë që unë jam mësimdhënës, kom fillu me një zonë rurale, do me thonë me një fshat, tash jam me një qytetë në Klin, ku jap mësim në gjimnaz. Si ndjenjë është e mirë edhe mësimdhënie edhe në gazetari, ndërsa si gazetor tash I bëj në shkurt 3 vjetë që punoj në gazetën Fol Drejt, paralelisht kom punuar në disa gazeta tjera, po kontributi jam I vazhdueshëm në gazetari është te gazeta Fol Drejt. Ndërsa në mësimdhënie e ki atë ndjenjen që tu kontribuon ashta më shumë për të ardhmen, pasi që I brumus nxënësat, jo vetëm me dije, po më shumë edhe në anën e edukimit. Nxënësat kryesisht historitë e mia I shohin në TikTok, çka më bën me kuptu që ata Facebook nuk përdorin fare ose shumë rroll. Reagimet janë 3 llojesh. Ka që dojnë komplimentet, që janë pak, ka që dojnë kritikat që janë pak, edhe reagimi më I shpesh është që bojnë hajgore ose mënon me lëshuna I Barcolejt diçka, to ndërlidh me një histori të caktuar. Normal që kur ka reagime për një histori që e bën ose për një lajm, normal që atë motivon, se ti peshet që e sheh realisht ndikimin tënd te audienca. Na shohim përmes llojkave edhe komenteve, por nuk është që të prek në zemër direkt ajo, sa të prek për shembull një fjalë dikujt na ta thot direkt për një histori që e ka potondën. E normal, në shumicën e herave është motiv shtesë me punu më mirë e më fort. Gazetor, po dhe mësimdhënës është kogja sfiduese me konë Kosovë, përveç të mirave që I ka dhe sfidat e veta. Për shembull çto shomjet që ndodhin kryesisht, to më shumë ndodhin domethënë rrjetet sociale, edhe nuk është sfiduese nëse I shet I vet, po nëse ti përmend një familjar ose dikush është kogja prekse. Sado që këtu nuk ndikojnë na me undol, përkundrazi na motivojnë, po janë pak prekse nëse dikush shon në ashtu mënyra më të rënda të mundshme. Sfiduese në mësimdhënie është që nxënësat janë shumë të lidhur me telefonin, me rrjetet sociale, me lojra ndryshme e tjerë, edhe është shumë sfiduese më munduti leximin me avë aty nëse mi përkushtu paku leximit, domethënë me ndo pak prej telefonit shtokohen e tyne që e kanë të çmuar, po fatkeqësisht e çojnë shumë telefon. Një sfidë tjetër shumë e madhe është puna e udhëtimit, domethënë, Prishtinë Kliniko 60 km, 60 për më kthy bën 120. Edhe në brenda javës I përdori 3 lloj transporte, me autobus, me tren edhe me vetur, e që është pak edhe interesante, po dhe I ka sfidat e veta. Se ti e sheh ka lloj kategorie njerëz me cilë takohesh, me cilë bisedon, e shfrytëzoj që të ku për lexim, për me tash e kam mësu montazhin e përshëndesën nisin më hamsu, kanë herë bëj edhe montazh, domethënë autobus, bëj lojë po përgatit na, më kanë ndodhur me kontrollu testën në autobus, në tren e tjera, domethënë është një pjesë edhe e lodhshme po edhe e mirë në anën tjetër. Unë jam pak tip emocional edhe lidhur me nxënësa shumë, nashta për shkak të arsye e kisha zgjedh më përpara mësimdhënien. Për ndryshe gazetaria shumë mision fisnik, e dojmë që ato që e bojmë, edhe normal është kontribut edhe për tashmen, për vëdësimin e mosës, po edhe për tarme normal. Pra rëndësishme është nxënësat të dëlishejnë të me morë këtë shkoqet e mundshme për me arrit objektivat e tyne, e pastaj nëse është e dobishme për tash, përsej që edhe I arrit. Shënjestër.net